Nëse vazhdon kjo qëndrimi të dy palëve, atëherë besoj se do të kemi, vendi do të përgatitet që t'jetë pa kuvend për një kohë gjatë dhe do të vazhdoj qeveriset nga qeveria në detyrë që është aktualisht. Dhe pikrisht me që përmendet edhe zotin Kurti, ndjekim një deklaratë të zotit Kurti pikrisht në një mbledhje të ekzekutivit kosovar, aty ku ka thënë që ka marrë dhe disa shembej të qeverive të kaluara dhe një mënyrë apo tjetër ka thënë që nuk e lëron dot zyrën e kryeministrit. Të dashur qytetar, ligji për qeverinë e bën të qartë se një qeveri në tërheqje vazhdon të ushtrojë përgjegjësitë e saj në enit 30, ndonse të kufizuara në enit 31, deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Mbledhja sot dhe ushtrimi i kompetencave të tjera qeveritare janë plotësisht të lejueshme, madje edhe të detyrueshme sipas ligjit.